nuk e di se sa i kanë ndjekur këto seancat zgjedhja e drejtuesit të Spagut dhe unë jam drejtuar në atë kohë ish kandidati për drejtues të Spagut zoti Edvin Kondili dhe i kam thënë zotri, pse duhet të sigurojmë masat e sigurimit? Pra, çfarë sjell vetë unë e kam dhënë intervista të tjera me juve, pra masat e sigurimit duhet të jetë sa më të buta. Kur jepet vendimi përfundimtar i një gjykate, atëherë të vuash dënimin si gjithë të tjerët. Pra, çfarë fiton shteti? Unë edhe si avokat e kam ngritur këtë problem shumë herët. Ore, çfarë do fitoj shteti me përjashtim që të tjerë ndon taksat si shteti me imposit? Paraburgimi për mua zotëri duhet hiqet. Me përjashtim qofse kemi të bëjmë me rrezikshmëri shumë të lartë shoqërore. Pra, rrezikshmëria e lartë shoqërore, për shembull, rasti fatkeq ne përmendëm, zotëria, një prindrit, familjarët e afërm të tronditur nga be apo pa dashje, i pirë apo i pa pirë, sepse nuk mund ta paragjykojmë ne atë zotërin autorin. Pra, ata mund të shkaktojnë një vepër tjetër penale me pasoja dhe pasojë në zinxhir. Pra, mundet të hakmerren kundër personit, detyrimisht që masa e sigurimit për këtë person siç do të jetë rrezikshëm. Për këtë person që ka ndodhur dje për shkak të tronditjes fortë psikike të afërmëve të tyre. Pa diskutuar dhe vetë opinioni publik. Ndërsa për sa i përket kësaj, masave të sigurimit, zotëri, vetëm në Shqipëri ndodh që masat e sigurimit janë të rënda. Unë kam shprehur edhe kur ishja avokat e thoshe shpreshen një faj pa faj fute në burg se pyesin pastaj. Pra, o zotëri, po kush je ti që privon lirinë tjetrit? Kush je ti që merresh e plas qytetarin në burg dhe pastaj fillon hetimin? Pra, çfarë smërie do të, nëse ti ke administruar provat, unë kam shkelur ligjin zotëri, nëse ti ke administruar, pse do të plasësh në burg? Ço detyrim për paraqitje dhe unë do vetë pranë policisë gjyqësore, kur e cakton gjykata. Pra pse duhet të plasësh në burg, plus shkatëron familje tëra, plus sjell rënje ekonomike, probleme sociale, e më thehet thash pra, me përjashtim masat e sigurimit të rreth me burg janë me përjashtim kur ka rrezikshmëri lartë shoqërore, kur zhdukën provat, kur kërcënohen dëshmitarët, janë një sër elementesh të cilat gjykata me Kodin Procedurës Penale ka përcaktuar shumë qartë raste se kur vendoset masa, pra kur nuk i përgjigjet asnjë masë tjetër. Masa e sigurimit të rreth me burg. Pra kjo është atë gjykata nuk ka çfarë bën. Po dhe prokuroria nuk është problemi. Kjo është një politik, nuk është një frym, nuk është problemi se ka prokurori fajin apo ka gjykatësi fajin. Sepse unë nëse ma sill prokurori thotë paraqes një rrezikshmëri të lartë shoqërore, çfarë do të bëj unë? Detyrimisht që do t'i referoj kërkesës prokurorit. Unë nuk mund të caktoj një masë më të rëndë sa kërkon prokurori, sepse ka të caktuar procedurën penale. Realisht, nëse ai më thotë mua që ky paraqet rrezikshmëri të lartë shoqërore, sepse duhet të zhduk prova, do të zhduk dëshmitar, do të tjerë, pra më kupton? Apo do të sajoj gjëra të tjera dhe rrezikshmëria e lartë shoqërore paraqitet shumë më lart, pra shumë në nivel maksimal, unë atëherë vendos ma sigurime rreth me burg. Pra, unë mendoj që Kolegji i Bashkuara këtë pjesë nuk do ta kishin nisur sot, por do të kishin nisur me kohë. Unë dhe zotin Dumani, kur ka konkuruar për herë të parë, i kam thënë, lidhur me masat e sigurimit, çfarë do bëni? Madje po përmend emra edhe një prokuror i Spakut që është sot. I kam thënë sepse e përmendi si krenari, kam 60 në gjyq dhe 80 arrestuar zotëri, por në qoftë se live ka qenë kjo te prokuroria e përgjithshme në atë kohë, ka thënë zotëri, në qoftë se do 20 prokuror të Spakut do të kenë nga 140 të arrestuar. E kuptoni, thash, në duhet vej tërë Shqipëria në burg? Çfarë krenari është marrë sa arrestuar shtetin ta fusë në burg? Edhe i kam përmendur edhe një rast, madje po ti kthesh videove, i kam përmendur edhe një rast. Unë dija një fakir, ai ishte futur për grup të strukturuar kriminal në Vlorë, në një kohë që kishte marrë me karrocë. Më ditës, kishte marrë me karrocë drogën edhe kishte çuar poshtë nga xhatja, do të thënë flas në Jonufër, e kishte çuar deri skafi poshtë. Ai ishte grupi strukturuar kriminal, ai ishte pjesë e grupit strukturuar kriminal. Pra ai ishte më ditës, e kupton? Pra kush niveli një prokurori, momenti që ti merr titullin prokuror, ti je jo i kujdesshëm, po do të jesh sa fisnik, aq human, aq korrekt me ligjin. Aq i rrept, ti je i rrept. Pra ju më marrë se të plasin burg, sepse si mund ta plasësh familje më sotri. Dhe një 10.000 lekë punonte ai në ditë atje, po 10.000 lekë mos ia çonte familjes. Të vjetra flas gjithmonë. Ja çonte familjes.
Ta marrësh atë fakirin, ta çosh për grup të strukturar kriminal? Ti merru me kokën, zotëri, merru me drejtuesin, merru me organizatorin. Pra mos u merr me këta, pra pse do t'i marrësh si plasësh du shkatërrosh familjen? Ore, zotëri, disa efekte sociale sjell apo? Sepse ju ndoshta nuk e dini. Po unë që punoj në drejtësi, unë kam 31 vite në organet e drejtësisë. Dhe njoh kaq mirë, kam 31 vite, mos zotëri, nuk është kaq e lehtë të plasësh në burg tjetrin të tip shkatërrosh familjen. Sepse nuk është problemi personi. Personi mund të ketë shkelur ligjin. Po ne flasim familje, pasojat, me se do mbahet a familje. Sa familje janë shkatëruar për këto raste, sa familje, mira familje. Por edhe vetë ligjvënësi duhet jetë nuk ka nevojë ta interpretojnë kolegja e bashkuara gjykatësisë të zotëri. Këtë interpreton kuvendi, ligjvënësi. Ai është kompetent për këtë rast. Vet ligjvënësi nëpërmjet sepse ti ke drejtori kodifikimi në Ministerinë e Drejtësisë, nëpërmjet pra i dikastereve përkatëse, vet ligjvënësi rregullon. Ai është rregullator. Se çfarë duhet të bëj kolegja e bashkuara? Pse duhet të ndërhyjë kolegja e bashkuara për interpretimin e ligjit? Për çfarë arsye? Ti si ministër drejtësie, shiko po, çfarë ndodh? Sa të arrestuar ka? 2.000, 3.000 të arrestuar. Po pse këta 2.000, 3.000 të arrestuar të mos jenë të lirë? Sa është rrezikshmëria shoqërore? Mund të jenë 200, 300 veta, që duhet të jenë në një masë të sigurimit të rreptë apo bis 41 të tjerë. Pjesa tjetër çfarë janë? Pjesa tjetër janë, domethënë mundet të ketë një vjedhje, për shembull dikush mund të ketë një rraje. Po çfarë rrezikshmërie lart shoqërore do sjell ai se rrau dika? Tjetra zotëri, ti mund ndryshosh ligjin si ligjvënës flas dhe dënoj me gjobë. Do ta vrasësh tjetër këputë me gjobë. Dhe që dhe para të shtetit. Apo i kemi të tepërta neve, kemi fuqi të madhe ekonomike dhe neve duhet të mbajmë njerëzit izoluar dhe në përburgje. Po jo vetëm ajo, po krijon një kontingjent. Se në impaktin e parë, ti kur prezanton për shembull që thot një shtet tjetër kur thot po, zotëri, sa është kriminaliteti në Shqipëri? Ai shkon sa të dënuar janë për vitin 2026, 500 të dënuar. Po, shumë të rrezikshëm. Pra, edhe sjell dhe një impakt negativ në perëndim. Pra, unë mendoj që ligjvënësi, sepse pavarësisht kolegji i bashkuara i mundi të referohet vetëm masave të sigurimit, po rregullat si ligjvënës ka nevojë fare ta bëjmë kolegji i bashkuar. Pse duhet të han pak kohë kanë gjyqtarët gjykatësor, po duhet të krijojnë dhe kolegji i bashkuara të punojë me ditë me net për të bërë gjitha interpretimin të një kohë që ti ke të dispozitën penale ndryshon me një. Për mua të rritet, domethënë të rritet viti i dënimit, qofse mbi 10 vjet, ose ti për çfarë bëhet fjalë? Shkelje rregullave të qarkullimit rrugor për shembull. Me pasojë vdekjen është vërtet pasojë. Madje në një vend të mos gabofsha në Rusi, në mos gabofsha na tregove një shok,